Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj do të paraqitet sot në gjykatën e apelit të posaçëm për ankimimin e masës së sigurisë arrest me burg. Kryebashkiaku do të paraqitet në gjykatën e apelit të posaçëm në orën 10, ku do të shqyrtohet edhe ankimi i tij. Seanca në apelin e posaçëm do drejtohet nga gjyqtari Engert Pollumbi, i cili njihet si gjyqtari që dënoi me burg ish-ministrin Samir Tahiri, pasi gjyqtaria Iliriana Ulldashi ndodhet me raport për shkak të problemeve shëndetësore. Ashtu siç nga qelia e ka kritikuar masën shtrënguese të arrestit në burg, Veliaj tha se do të kërkojë lirin me argumentin se nuk ka shanse të prish provat apo të largohet nga vendi. Masën e kanë ankimuar edhe 4 nga 6 biznesmenët e akuzuar për korrupsion në këtë çështje. Meriman Palushi, Shkëlqim Fusha, Gentian Sula janë kundër masës detyrim paraqitje, ndërsa biznesmeni Elman Abdule, i cili është i arrestuar, kërkon një masë më të butë se paraburgimi. Edhe për ta, kërkesat pritet të shqyrtohen në seancën e 11 marsit bashkë me kryebashkiakun Veliaj. Biznesmenët Sokol Kryeziu dhe Fatmir Bektashi nuk kanë ankimuar vendimin e gjykatës së posaçme detyrim paraqitje. Kryebashkiaku Veliaj akuzohet për veprat penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash, të kryer në bashkëpunim me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, e cila po hetohet në mas detyrim paraqitje edhe për mosdeklarim pasurie.